445 milion lekë të reja është buxheti i Bashkisë Dropull për vitin 2026. Ndërkohë, të ardhurat nga taksat lokale llogariten në 77 milion lekë. Në kuadër të realizimit të planit social 2025-2028, Bashkia Dropull ka parashikuar ndërtimin e godinës së shtëpisë të moshuarve në fshatin Dhuvjan për vitin buxhetor 2026. Një nga investimet kryesore që kemi miratuar në Këshillin Bashkia është qendra e të moshuarve, që nuk do jetë më fjalë, po vitin që vjen ne do bëjmë procedurat, kemi vënë një pjesë të lekëve nga buxheti i bashkisë, edhe presim dhe mbështetjen e ministrisë përkatëse për të na mbështetur. Po ne morëm vendimin, Këshilli Bashkiak ka marrë vendimin, edhe do ta fillojmë këtë vit, se është e domosdoshme për bashkinë tonë. Rikonstruksioni i ri të brendshëm elektrik është një tjetër investim për vitin që sapo filloi. Mbaroi faza e parë është ndriçimi i rrugës Vanistër-Haskov, rruga ditësore, me materialet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, edhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit kemi marrë materialet dhe për hyrjen e fshatit Frashtan, deri te manastiri sipër që do ndriçohet komplet, hyrjen e rrugës të fshatit Dhuvjan, edhe nga Shën Parashkevia, nga kisha e Shën Parashkevis, deri te amfiteatri Adrianopolit. Këto materialet kanë ardhur, janë në magazinat e bashkisë për t'i bërë neve si bashki, se punën e bëjmë neve. Njëkohësisht, drejtuesit vendor në Dropull presin investime të tjera edhe nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i shtetit për thirrjet që hapen në ministri, neve kemi bërë aplikime. Tani ato mund të dalin në janar dhe nuk mund ta dim që sot po jemi fitues në projekte apo jo. Fondi i pagave për punonjësit e Bashkisë Dropull për vitin 2026 arrin në 165 milion lekë të reja.